Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Një tragjedi e rënd u shënua në Maliq, ku zjarri i rënë në një banesë shkaktoi 2 viktima. Një grua dhe djali i saj 14 vjeç kanë humbur jetën si pasojë e asfiksisë, ndërsa vajza e mitur e familjes u dërgua në spital në Tiranë, ku ndodhet në gjendje kritike. Dyshohet se zjarri u shkaktua nga soba që përdorej për ngrohje dhe gatim. Dhoma Kombëtare e Avokatisë njoftoi bojkotin në të gjitha nivelet për 5 ditë, duke filluar nga e hëna. Vendimi vjen si protestë pas arrestimit të avokatit Ulian Bajrami në Elbasan, i cili u kallëzua nga prokurori se kishte kërcënuar në sallën e gjyqit. Kryeministri Edi Rama dha sot lajmin se brenda vitit 2030 të gjitha institucionet e drejtësisë do të jenë në godina të reja. Përmirësimi i infrastrukturës sipas tij do të rrisë performancën. Lidhur me aksionin për lirimin e hapësirave publike, Rama tha se zonat e çliruara do t'i nënshtrohen rikonceptimit urban. Mjekët i bëjnë apel grave dhe vajzave të mos neglizhojnë kontrollet për të kapur në kohë kancerin e gjirit. Sipas bluzave të bardha, rastet me kancer janë shtuar, ndërsa sëmundja po prek gjithnjë e më shumë moshat e reja.